Gjithë secili prej nesh ka vetëm një jetë për të jetuar. Jeta jon duhet ketë rëndësi, duhet vlej, duhet ketë një qëllim dhe sinqerisht, duhet të jetë fantastike. Por ndërsa hedh syt përreth, shoh jetë të jetuara me rrëmujë, me humbje dhe dekurajim. Kjo më ka rënduar shumë, sepse kuptoni se një jetë e papërmbushur nuk është një mënyrë për të ekzistuar. Dhe nga ajo që lexoj në shkrim, Perëndia na premton një jetë me bekime përtej asaj që mund të përfitojmë. Me të vërtetë, një jetë përtej të mahnitshmes. Prandaj pyeta disa miq të mit, miq të cilët besoj kanë demonstruar një jetë përtej të mahnitshmes, për të ulur me mua dhe për të diskutuar se çfarë duhet për të jetuar një jetë gjallë dhe ngadhnimtare. U mblodhëm bashkë për një darkë në San Diego, dhe ajo që do të shihni është një pjesë e bisedës sonë të mrekullueshme. Unë dua t'ju falenderoj që u bashkuat me mua sot në këtë diskutim të mrekullueshëm. Vitin e shkuar shkrova një libër me titull A është ky fundi dhe me sa duket nuk ishte, pra jemi që të gjithë këtu. Por dikush më pyeti një ditë, me që po jetojmë në këtë lloj kohe, ku duhet të përqendrohemi ne? Dhe të gjithë duan që të dinë se çfarë të bëjnë. Dhe mendoj se Perëndisi intereson më shumë se kush jemi ne, çfarë lloj njerëzish jemi ne. Ekziston një urë mes kohës kur bëhemi të krishterë dhe kohës kur shkojmë në parajs, dhe kjo duhet të sjellë një ndryshim në jetën tonë. Dhe në diskutimin e sotëm do të shohim disa prej këtyre karakteristikave dhe të pyesim veten, a ka diçka që duhet ta bëjmë për ta bërë realitet të gjithë këtë, sepse fakti është se fryma e shenjtë na jep këto cilësi që janë dhurata. Por ajo që shumica nuk kuptojnë është se duhet ta hapësh dhuratën, duhet ta pranosh atë. Ne duhet ta vëmë në punë. Dhe Biblia nuk e ka problem që të na ndihmojë të kuptojmë se ndërkohë që fryma e shenjtë na i ka dhënë të gjitha këto dhunti, ne jemi urdhëruar që t'i vënë në zbatim ato. Të gjithë ju e dini vargun e shkrimit ku thuhet se Jezusi ka ardhur që të kemi jetë dhe ta kemi atë me bollëk. Shumë krishterë që njoh kur e dëgjojnë këtë mendojnë se bëhet fjalë për parajsën, por Jezusi nuk po fliste për parajsën, po fliste për jetën tani. Prandaj ja dhe pyetja ime, a mendoni se shumica e krishterëve sot po jetojnë një jetë përtej së mahnitshmes? Me bollëk. Për mua kur mendoj për të jetuar një jetë të plotë në marrëdhënie me Zotin dhe duke ecur me autoritetin që e di që ai më ka dhënë, mendoj se në të vërtetë shumë pak prej nesh po e bëjnë këtë. Mendoj se kjo vjen për shkak se është e vështirë të bësh diçka që nuk të është dhënë si model. Prandaj shpresoj që ky diskutim mbase do të na jap një model. Po, shumë nga gjuha e krishterë që ne dëgjojmë sot janë diskutime për gjëra të cilat njerëzit i dinë, por që nuk i jetojnë. A bijem dakord të gjithë ne këtu në këtë tryezë? Se është e mundur që ta jetojmë këtë jetë, sepse nëse nuk bijem dakord me këtë, atëherë thjesht le ta ndarkëm dhe të shkojmë në shtëpi. Për mua jeta me bollëk me Jezusin ka të bëjë me faktin që ta ndjekim atë. Mendoj se në këtë çast shohim një jetë me bollëk. Ndodh kur ne ndjekim atë dhe përpiqemi të ecim me të sa më afër që të mundemi. Jo se gjithmonë kemi bërë këtë, por e kuptoj se në këtë rast ne mund ta jetojmë një jetë me bollëk. Dhe dini se çfarë? Kjo përkthehet në atë lloj jete për cilën flet Bibla. Kërku në njoh aq sportin sa të kuptoj se ekziston një vije holl mes faktit që ta jetosh besimin tënd në fush dhe të qenit njeriu të cilin të gjithë e vëzhgojnë. Dhe jeta me bollëk është e mundur madje edhe në NFL, apo jo? Sigurisht, padyshim. Unë mendoj se përmes NFL-s, e dini Zoti me siguri më ka mësuar shumë gjëra. Gjithë këto vitet e fundit të karrierës sime kam qenë me kontrata 1 vjeçare. Dhe kjo më ka bërë të jetoj me besim, sepse nuk e di se çfarë do të vijë. Ndihem sikur çdo vit po eci buz humnerës ose përballë deri të kuqtimin duke pritur që Zoti ta hap atë. Prandaj kërkohet një besim i madh dhe gjatë çdo ndeshje hip në ato buz duke menduar, e di nëse diçka ndodh sot, çfarë do thotë kjo për të ardhmen time apo sigurinë time. Zoti po mëson Kirk, siguria jote nuk gjendet te një kontratë, nuk gjendet te pasimet që bën. Siguria jote është në mua, thjesht më beson mua. Dhe prandaj Zoti ka përdorur në fëlëm për të më dhënë mësime besimi dhe si rezultat tani mund të kthej kokën pas dhe të them çfarë jetë me bollëk më lejoi ai që të jetoj. Nuk do thotë se ishte e lehtë, nuk do thotë që gjithmonë kam pasur atë që dua, por ka qenë një aventurë, ka qenë një aventurë e çmuar dhe
të dëgjosh dhe t'i përgjigjesh zërit të Perëndisë, siç e përmendi edhe Davidi, siç e thatë edhe ju, është cilësi për të jetuar këtë jetë me bollëk. Vërtet, amen. Kur pyete nëse ka disa të krishterë që po jetojnë një jetë përtej së mahnitshmes, po e jetojnë padyshim dhe në fakt shpeshherë mendoj se ata janë të vetmit që po e bëjnë këtë. Ka shumë të krishterë që nuk po e bëjnë, por nuk do të isha besimtar nëse nuk do të shija besimtar të tjerë të jetojnë një jetë të mahnitshme. Mendoj se ne marrim dy lloje mesazhesh. Ne marrim një nga bota që thotë një jetë përtej të mahnitshmes është kur udhëtojmë shumë dhe argëtohemi shumë nëse bëjmë para me thas, nëse i bëjmë të gjitha këto gjëra, por besimtarët thonë jo, ekziston një jetë që është e mrekullueshme nëse ndjekim Jezusin, që do thotë të shërbejmë të tjerëve, të jemi bujar, po, të lidhemi ngushtë me të tjerët, duke mos jetuar me turp, të besojmë në dashurinë e Perëndisë. Ka dy mesazhe të ndryshme dhe për këtë arsye mendoj se mënyra më e mirë për të drejtuar njerëzit e Krishtit është duke jetuar këtë jetë të mahnitshme për të cilën na ka thirrur Jezusi. Jezusi kërkon një marrëdhënie, nuk ka të bëjë vetëm me shërbesën e së dielës, por ka të bëjë me një jetë që jetojmë çdo ditë në marrëdhënie me Zotin. Dhe mendoj se kemi të thjeshtë ta shohim nga jashtë, të shkojmë në përkishat tona të dielave, e mendojmë se kjo është gjithçka. Mendoj se kështu po na shpëton ajo që Perëndia kërkon vërtet, që është marrëdhënia jonë me të. Ne flasim për besimin, por çfarë është besimi i vërtet në fjalën e Perëndisë? Dhe mendoj se kur kemi besim të vërtet në fjalën e Perëndisë, do të ecim sipas saj. Dhe shpresoj që kur kjo ndodh në jetën tonë, kur ne ecim ngushtë me të dhe kuptojmë besimin tonë te Perëndia dhe ecjen në rrugët e tij, atëherë do të shohim një jetë ndryshme. E dini te Jeremia Bibla thotë kështu: ju do të më kërkoni dhe do të më gjeni sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Vërtet. Kur ne shkojmë thjesht në kishë të dielën dhe plotësojmë kriteret, por kur japim gjithë zemrën dhe japim gjithçka. Ashtu është. Në këtë kohë shfaqet Zoti, prandaj mendoj se kjo është sfida të jetojmë një jetë duke dhënë gjithçka në Perëndinë dhe ta shohim atë të shfaqet. Ashtu është. Kjo është një përvojë vërtet e mirë. Ndërsa ula me miqtë e mi dhe reflektova mbi ato që u thanë, u kujtova se një jetë përtej së mahnitshmes është ajo lloj jete që Perëndia do që ne të jetojmë. Se si nënt vendime të rrënjosura të fryma mund të na transformojnë, të na fuqizojnë dhe të na sjellin një jetë e po përtej së mahnitshmes. Çfarë lloj njerëzish duhet që të jemi për të jetuar në këtë kulturë që është kaq katrahur, e vështirë për t'u shpjeguar dhe nuk e dim se ku shkon edhe që përfundon gjithmonë aty ku nuk e kemi menduar. Dhe na është thënë se kur fryma e shenjtë e kontrollon plotësisht jetën e një besimtari, ja se çfarë do të ketë kjo jetë. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Prandaj në përgjigje të pyetjes, çfarë lloj njerëzish duhet të jemi në këtë periudhë të historisë si kjo? Ja dhe përgjigja e Perëndisë, ai na thret që të jemi njerëz të dashurisë, të gëzimit dhe të paqes. Ai do që ne të kemi qëndrueshmëri në jetën tonë, ai do që të kemi dëmshuri për ata që kanë nevojë për ndihmën tonë. Ne duhet të jemi njerëz me bujari, integritet, përulësi dhe vetdisiplinë. Ky është personi ideal për Perëndinë dhe besojeni apo jo, ne mund të bëhemi të tillë. Jemi krijuar që të jemi të tillë. A mund ta them në këtë mënyrë, Krishti vdiq që ne të mund të jemi këta lloj njerëzish. Zoti Jezus Krisht thot te Gjoni kapitulli 10 vargu 10: Unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Duket si një jetë përtej së mahnitshmes. Por ka disa pengesa, të cilat duhet i heqim nga rruga, nëse duam që të arrijmë në vendin ku duam që të jemi. Nëse ekziston ndonjë boshllëk mes premtimit të asaj që Zoti ynë kërkon që ne të kemi dhe asaj që ne po përjetojmë, çfarë e shkakton këtë? Çfarë po na ndodh neve që kjo jetë me bollëk për të cilën Jezusi vdiq që ne të mund ta kemi, gjithmonë na duket sikur është kaq afër, por që nuk e kemi ende tonën. Dhe dua që t'ju sugjeroj 3 gjëra që i mendova ndërsa po përgatitesha për këtë, të cilat mund na ndihmojnë ta kuptojmë paksa këtë. Së pari, mendoj se shumë prej nesh e keq kuptojnë shpëtimin ton. Shumica e të krishterëve sot e shohin shpëtimin vetëm në kohën e shkuar. Shpëtimi është diçka që na ka ndodhur dhe është e shkuar. Pra, shpëtimi ynë, sipas shumë të krishterëve, është diçka që ka ndodhur. Por Biblia nuk e sheh shpëtimin në këtë mënyrë. Zonja dhe zotrinj, Biblia e sheh shpëtimin në 3 kohë të ndryshme. Biblia e sheh shpëtimin në këtë mënyrë. Unë jam shpëtuar nëse e kam besuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim, siç kanë bërë shumë prej jush. Jam bëri krishter. Pastaj mund të themi për veten tonë, unë jam shpëtuar. Dhe pastaj tregojmë ditën kur i besuam Krishtit.
Por Biblia na mëson gjithashtu se sapo jemi shpëtuar, ne vazhdojmë të mbetemi të shpëtuar. Ne jemi të shpëtuar përjetësisht, por është e vërtet se kur ne shpëtohemi dhe ndërsa vazhdojmë jetën, ne vazhdojmë të jemi të shpëtuar. Dhe një ditë shkrimi na thot se do të qëndrojmë përpara Zotit dhe do të jemi të ngjashëm me të, dhe pastaj Biblia na thot se do të shpëtojmë përfundimisht. Prandaj, ja se si funksionon kjo. Ne jemi të shpëtuar nga mëkati ynë, nga vetë ndëshkimi për mëkatin. Gjatë jetës sonë si të krishterë, ne gradualisht shpëtohemi nga fuqia e mëkatit në jetën tonë. Dhe në fund një ditë lavdi Zotit, ne do të jemi të shpëtuar dhe nga vetë prania e mëkatit dhe nuk do të ketë më mëkate. Ju lutem më dëgjoni pak. Nëse ne ngecim në kohën e shkuar, ne nuk do të mund të jemi ata lloj njerëzish që mund të kenë një jetë përtejsë së mahnitshmes. Sepse shpëtimi është shumë më tepër se sa thjesht fakti unë jam shpëtuar, por është unë po shpëtohem dhe në fund do të jemi shpëtuar. Për këtë arsye, Pali te Romakët thotë se tani shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Për çfarë ka fjalën këtu? Jo për shpëtimin e shkuar, ai tashmë është kryer, jo për shpëtimin e tashëm, tashmë po jetojmë atë, por për shpëtimin e ardhshëm kur qëndrojmë para Zotit dhe jemi bërë të ngjashëm me të. Por çfarë lidhje ka kjo me një jetë përtejsë së mahnitshmes? Po ju jap një shembull të vogël nga shkrimtari N.T. Wright, që na jep një ilustrim shumë të dobishëm. Ai thot shumë të krishterë kanë theksuar kaq shumë aktin hapës të besimit, deklaratën fillestare të tij të besimit që Jezusi vdiq për mua, sa kanë një boshllëk të madh në vizionin e tyre se çdo thotë jesh i krishter. Pastaj thot sikur ata qëndrojnë në anë të një lumi të thellë dhe të gjerë dhe shohin matan bregun më të largët. Dhe në këtë breg ne deklarojmë besimin ton, kurse në bregun tjetër është rezultati përfundimtar, vetë shpëtimi përfundimtar. Por çfarë duhet që të bëjmë ne mes këtij bregu dhe atij bregu? Unë jam i shpëtuar, unë me siguri do të jem me Zotin një ditë, kjo është jeta e përjetshme. Por mund të qëndroj 70 apo 80 vite në këtë tokë, çfarë duhet të bëj mes këtij bregu dhe bregut matan? Ky është qëllimi i kësaj serie e mesazhesh. Jeta përtej të mahnitshmes nuk është një lloj jete pasive duke pritur që Jezusi të rikthehet. Jeta përtej së mahnitshmes është ajo lloj jete që do t'ju zgjojë herët në mëngjes dhe do t'ju mbajë zgjuar deri natën vonë, nëse vërtet e përqafoni atë. Jezus Krishti nuk vdiq vetëm që ne të jetojmë në përjetësi me atin e tij. Ai vdiq që ne të kemi një jetë me bollok edhe në këtë tokë dhe duket sikur në ndonjë mënyrë nuk e kuptojmë këtë. Dhe mendoj se një nga arsyet është thjesht sepse mendojmë e po, shpëtimi kaq është? Shkrimtari Craig Barnes pyet sa kohë duhet që të bëhemi të krishterë, një çast dhe një jetë të tërë. Ai thot, kur isha fëmijë, babai im solli në shtëpi një 12 vjeçar që quhej Roger, prindrit të cilit kishin vdekur nga një mbidozë droge. Pastaj shton nuk kishte kush të kujdesej për Rogerin, prandaj prindrit e mi vendosën të ndihmonin dhe do të arrisnin sikur të ishte njëri prej djemve të tyre. Në fillim ishte shumë e vështirë sepse Rogeri vinte nga një botë plotësisht e ndryshme dhe po përpiqej që të përshtatej me shtëpinë e re në një ambient të çliruar nga heroina, pa të rritur të varur nga droga në shtëpi. Dhe çdo ditë, disa herë në ditë shton ai, dëgjoja prindrit e mi të thoshin Rogerit: Jo, ne nuk sillemi kështu në këtë familje. Jo, nuk e pse bërtet lufton apo lëndon të tjerët për të marrë atë që do. Jo, Roger, ne presim që ti të tregosh respekt në këtë familje dhe me kalimin e kohës Rogeri filloi të ndryshonte. Pastaj Craig Barnesi bën këtë pyetje provokuese. A duhej Rogeri t'i bënte të gjitha këto ndryshime në mënyrë që të bëhej pjesë e familjes? Sigurisht që jo. Ai ishte pjesë e familjes për shkak të hirit të babait tim, thot ky njeri. Por a duhej që të bënte shumë punë të vështira sepse ishte pjesë e familjes? Sigurisht që po, ishte vështirë për të që të ndryshonte, duhet punonte për këtë, por ai ishte i motivuar nga mirënjohja për dashurinë e jashtëzakonshme që mori nga babai im. A kemi edhe ne shumë punë të mëdha për të bërë tani që fryma na ka birësuar në familjen e Perëndis? Sigurisht që po, por jo për t'u bërë një birë, jo për t'u bërë një bi, sepse ne tashmë jemi të tillë nëse jemi të krishterë. Dhe sa herë që ne fillojmë të kthehemi pas në vartësitë e vjetra ndaj mëkatit, fryma e shenjtë do të na thotë jo, ne nuk e bëjmë këtë në këtë familje. Ne nuk sillemi kështu në këtë familje. Ndonjëherë na shpëton ajo që Perëndia do për ne, sepse ne thjesht e keq kuptojmë shpëtimin. Kur ne bëhemi të krishterë, ky nuk është fundi, ky është fillimi. Ky është vetëm fillimi i jetës sonë. Ndonjëherë na shpëton ajo që Perëndia do për ne në përvojën e krishterë, sepse e keq zbatojmë konceptin e veprave. Dhe kjo nuk është e vështirë, kjo është pak teologji, por më dëgjoni dhe do të vendos disa gjëra në ekran, është vërtet e lehtë për ta kuptuar këtë.
Dhjata e re është shumë e qartë për faktin se në shpëtimin e kohës së tashme ne nuk jemi të shpëtuar si rezultati i përpjekjeve tona. Është rezultati i hirit Perëndis. Megjithatë, kam vënë re se në shumë nga pasazhet kyçe ku gjendet doktrina e shpëtimit, të ndarë nga veprat e mira, gjithashtu gjendet edhe doktrina e shpëtimit me vepra të mira. Ja se cila është dilema që kanë njerëzit. Unë supozohet që të jemi shpëtuar, por jo nëpërmjet veprave. Por pastaj shpëtohem, më pas çfarë duhet bëj? Prandaj më lejoni që t'ju ndihmoj me këtë përmes dy pasazheve në shkrim që janë shumë të qartë. Së pari Efesianëve 2:8-9. Dëgjoni, ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis. Tani dëgjoni këtë, jo nga veprat që të mos mburret askush. Ose dëgjojeni këtë, Pali i shkruan Titit, nxënësit i të ri, dhe thot: jo me anë të veprave të drejta që ne bëjmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes, së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Pali në të dyja këto pasazhe na kujton qartë, plotësisht, se nuk ekziston koncepti i qenit i shpëtuar përmes veprave. Ne nuk mund të bëjmë mjaftueshëm vepra për të bërë të krishterë. Ne jemi të shpëtuar me anë të hirit të Perëndis, të ndarë nga veprat. E kuptuat gjithë? Në rregull, tani le të mos na lojmë këtu. Sepse pas Efesianëve 2:8 dhe 9 vjen Efesianëve 2:10. E keni lexuar këtë? Ne në fakt jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatitej që më parë që ne të ecim në to. Jo të shpëtuar nga veprat e mira, por të shpëtuar për veprat e mira. E njëjta gjë edhe te Titi, kapitulli 3. Ja se si është vargu 8 në të njëjtin kapitull, kjo është edhe më e fuqishme. Kjo fjalë është e sigurt dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Pra shpeshherë ne nuk marrim atë që duhet të marrim nga kjo jetë si të krishterë, sepse e kemi keq kuptuar shpëtimin dhe mendojmë se ai ka përfunduar, që gjithçka ka ndodhur. Ndonjëherë nuk e kuptojmë drejt sepse e keq kuptojmë se si besimtar urdhrohemi në mënyrë kaq të mrekullueshme për vepra. Dhe ja cila është e treta, dhe kjo është pak më e mistershme, por nëse keni po aq kohë sa unë që vini në kish, keni për ta kuptuar menjëherë. Ndonjëherë është ideja e gabuar për shpirtërore, ja se çfarë di unë, zonja dhe zotri, pas gjithë këtyre viteve që e kam studiuar këtë dhe dua të jem shumë i qartë për këtë. Dhjata e re i bën thirrje të krishterëve që të veprojnë. Ajo nuk na thot që punën e shenjtërimit ne do ta gjejmë të bërë. Ne jemi pjesë e luftës së mirë të besimit dhe ne duhet të luftojmë. Por ne nuk jemi të paftë që ta bëjmë këtë, por në çastin kur besojmë dhe shfaqsohemi nëpërmjet besimit, ne rilindemi nga fryma e Perëndis dhe marrim këtë aftësi. Mënyra e shenjtërimit në dhjetën e re është që të na e kujtojë këtë, dhe tani që na e kujtojë këtë, le të fillojmë që ta bëjmë. Po ju them një që do t'ju pëlqejë të gjithëve, ky është Bono, këngëtari kryesor i grupit YouTube. Nuk më keni dëgjuar që ta citoj atë më parë, apo jo? Ja se çka thon ai. Natyra jonë është diçka e vështirë për të ndryshuar. Kërkon kohë. Kam dëgjuar njerëz që e kanë ndryshuar jetën, kanë bërë kthesa me mrekulli, njerëz që janë çliruar nga varësia pas një lutje të vetme, marrëdhënie që janë shpëtuar pasi kanë thënë të harrojmë dhe t'ia lëmë Perëndis. Por nuk ka qenë kështu për mua. Shprehja isha i humbur dhe tani u gjeta, për mua do të ishte më saktë kështu, isha vërtet i humbur, por në këtë çast jam pak më pak. Dhe pastaj pak më pak dhe sërish pak më pak. Për mua kjo është jeta shpirtërore, ripërtëritja dhe rindezja e kompjuterit në intervale të rregullta duke lexuar pasazhe të shkurtra në manualin e shërbimit. Është një rindërtim i ngadaltë i imi në një shëmbulltyrë më të mirë, megjithatë ka dashur vite dhe ende nuk ka përfunduar, apo thot ai që shpëtimi është diçka graduale, jo për sa i përket pranimit të Krishtit. Por ai po thot kur unë e pranova Krishtin, nuk përfundoi aty. Unë nuk e përftova atë gjendjen shpirtërore kur u zgjova mëngjesin tjetër dhe gjithë epshi im ishte zhdukur, gjithë lakmia ime ishte zhdukur dhe gjithë egoizmi im ishte fashitur. Të gjitha ishin ende aty. Dhe pas një periudhe kohe pasi pranova Jezus Krishtin, unë nuk isha aq i humbur sa kisha qenë para se të isha i humbur. E kuptuat këtë? Këto janë disa nga gjërat që ne duhet i kemi dhe do të flasim për këtë pak më shumë ndërsa vazhdojmë. Tani më lejoni të nxitoj pak te strategjia për një jetë përtejsë mahnitshmes. Dhe dua që ju, nëse e keni Biblën tuaj, të hapni atë te kapitulli i 2 i Filipianëve. Mua më pëlqen libri i Filipianëve, po juve ju pëlqen?
Sa libër i mrekullueshëm që është, duket sikur flet për kaq shumë gjëra. Por dua që t'ju lexoj disa vargje dhe pasi ju shpjegova ato që ju shpjegova, këtë tani disi do ta kuptoni në mënyrën që shpresoj ta kuptoni. Filipianëve 2:12-13. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, dëgjoni me kujdes. Punoni për shpëtimin tuaj me frikë me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju, vullnetin dhe veprimtarinë sipas pëlqimit të tij. Dhe ju mund thoni pa prit pak, a nuk na the më parë se nuk kemi pse të punojmë për shpëtimin ton? Po ju a thash, sepse këtë na thot Bibla dhe nuk po e kundërshtoj këtë, thjesht nuk po e lexoni me kujdes. Ajo nuk thot punoni që të shpëtoheni, thot punoni për shpëtimin tuaj. Nëse e keni shumë zot punën, as që nuk doni që ta lexoni këtë. Në të njëjtin pasazh na thot, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju. Pra ne duhet punojmë atë që Perëndia ka punuar brenda nesh. Perëndia na i ka dhënë gjërat që na nevojiten. Kjo nuk do të thotë që ne të ulemi dhe t'i mbajmë. Por ja se çfarë dua që të dini, Biblia e mban në ekuilibër të përsosur tensionin mes rolit të njeriut dhe rolit të Perëndisë. Kur ne bëhemi të krishterë, ne marrim çdo gjë që na nevojitet për jetën dhe perëndishmërinë. Sa prej jush e besojnë këtë? E thot Bibla, duhet që ta besojmë. Ai thot Perëndia na dha, si e bëri ai këtë, i vendosi në ne. Siç i vendos mineralet në tokë, ai vendos këto gjëra në ne. Jo vetëm kaq, shkrimi na thot se ai na jep një premtim të çmuar, cili është ky? Është Bibla, libri i udhëzimeve. Ai na jep ne gjithçka që na nevojitet për jetën dhe perëndishmërinë dhe pastaj mbi këtë ai na jep një premtim të çmuar për të na ndihmuar. Te Filipianëve na thuhet punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë sipas pëlqimit të tij. Por si duket kjo? E po, më lejoni që t'ju tregoj si duket. Më pas vjen vargu 14. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Ky është një vend i mirë për të filluar. Sa prej jush ju duhet pak ndihmë këtu. Mbase jeni ankuar sepse nuk keni gjetur një vend parkimi këtë javë. Dhe di që disa prej jush janë ankuar sepse dikush është ulur në vendin tuaj kur erët në kish sot. Pra të gjithë kemi nevojë për pak punë, këtë dua që t'ju them. Arsyeja pse kemi nevojë që të punojmë për atë që Perëndia ka bërë në ne është se nuk është vetëm punë. Amen. Dhe pastaj vazhdon të na thotë se kur e bëjmë këtë, ne bëhemi të paqortueshëm dhe të pastër, bijtë e Perëndisë pa tmeta në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Biblia na thot se arsyeja sepse nuk kemi më shumë ndikim në botë, sepse nuk po shndritim dritën e tij për shkak se nuk e kemi marrë seriozisht mundësinë që kemi për të marrë gjërat që na ka dhënë Perëndia dhe t'i maksimalizojmë ato për lavdinë e tij dhe për të mirën tonë. Ne nuk do të ulemi dhe të presim që Perëndia të na bëjë njerëzit që ai na ka thirrur që të jemi. Biblia nuk e lejon këtë. Nëse nuk e dini këtë, ka me qindra pasazhe të tjera që mund t'ju a tregoj, që na bëjnë thirrje të veshim jetën e re, të zhveshim jetën e vjetër, që të ecim në shenjë të ri. Këto janë urdhërime, këto nuk janë sugjerime. Pra cili është karakteri? Si do të dukemi nëse e zhvillojmë këtë karakter në jetën tonë? Njerëzit që kanë karakter të fortë zakonisht janë njerëz që janë shumë të disiplinuar. Ata kanë qëndres, integritet, forcë etike. Këto janë atribute që do t'ju dallojnë nga njëri tjetri. Këto janë gjërat që do t'ju bëjnë të shnrisnin si dritë në errësirë, jeni një lloj tjetër njeriu. Karakteri është një qëndrim që çdo njeri i ri, çdo njeri në moshë të mesme dhe çdo njeri i moshuar duhet ta ketë të ngulitur në mendjen e tij. Karakter do të thotë të kthesh kusurin e tepërt në një dyqan. Karakter do të thotë të respektosh përkushtimet dhe të mbash fjalën. Karakter do të thotë të zgjedhësh të drejtën e vështirë në vend të gabuarës së lehtë. Karakter do të thotë të vendosësh prioritete që nderojnë Perëndin, familjen dhe vendin. Karakteri në martesë duket kur punon në kohë të vështira, në vend që të hedhësh peshqirin dhe të kërkosh divorcin. Karakter do të thotë të jesh i përkushtuar ndaj mirëqenies familjes, miqve, kolegëve dhe të tjerëve, edhe nëse na kushton personalisht. Karakter do të thotë të japësh një shembull të mirë. Një njeri i martuar me karakter sillet si i martuar gjithë kohën. Një njeri me karakter ka vetë disiplinim dhe vetë kontroll. Karakteri nënkupton guximin për qëndruar për atë që është e drejtë, nëse është e nevojshme. Krejti vetëm për të kundërshtuar të gabuarën dhe të bësh përpjekje për të shquar ndryshimin. Karakter do thotë jesh i vërtet në të gjitha gjërat, ndërkohë që je i ndjeshëm ndaj faktit që ndonjëherë e vërteta lëndon dhe nuk duhet thënë. Karakter do të thotë të jesh altruist dhe jo egoist. Kujtoni
që karakteri është vetëm gjë që futet në arkivol me ju për në botën tjetër. Dhe besojeni apo jo, është vetëm gjë që njerëzit do të mbajnë mend për ju kur të mos jeni më. Duhet të jetë diçka që dëshpërimisht duhet ta zhvillojmë në jetën tonë. Ja se çfarë mendoj unë, miq. Mund t'ju them se para shumë vitesh flisnim për këtë. Ne flisnim për karakterin, madje edhe i mësonim fëmijët tanë në shkollë. A ju kujtohet kjo? Kemi pasur kurse për karakterin, por jo tani. Kemi karaktere në shkolla, por nuk kemi më karakterin në shkollë. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet ta bëjmë, apo jo? Vetëm sa askush tjetër nuk e bën më sot? A do të thoshit se një nga nevojat më të mëdha që kemi në kulturën e sotme është të ketë më shumë njerëz me karakter? A nuk doni që të jeni një njeri me karakter? Unë padyshim që dua, unë dua të mësoj çdo gjë që mundem, për atë që do të thotë të jesh një njeri perëndis dhe të kesh karakter, sepse na pëlqen apo jo, vjen një ditë kur njerëzit mendimet e cilëve kanë rëndësi, do të na kushtojnë më shumë rëndësi mua dhe juve. Dhe ata do të vëzhgojnë se çfarë bëjmë dhe si reagojmë. Ne madje mund mos e dim fare, por ata do të na shohin si shembull, sepse ka nevojë për një shembull që ta ndjekin. Zonja dhe zotrinj, ajo për të cilën kam folur quhet shenjtërim. Dhe shenjtërimi përkufizohet më mirë në këtë mënyrë. Shenjtërim do të thotë të vësh në praktik atë që tashmë je me pozit. Çdo gjë që Perëndia na thret që të jemi, ne tashmë jemi në mendjen e tij. Por ai na thret që të bëhemi çdo ditë ashtu siç tashmë jemi në qiell. Perëndia i plotfuqishëm na deshin ne përpara se të themelohej bota. Vetëm kjo do të mjaftonte, apo jo? Ai na do. Perëndia nuk e la me kaq. Ai na deshin ne dhe dërgoi birin e tij për ta vërtetuar këtë. Perëndia ndërmori veprime për ta treguar dashurinë e tij për ju dhe për mua. Dhe nëse nuk e keni marrë këtë dashuri, sepse kur nuk e keni kuptuar se sa shumë ju do ai, do doja që t'ju kërkoja ta bënit sot këtë. Perëndia ju do aq shumë sa nuk e mbajti te vetja as birin e tij në qiell, ai e dërgoi birin e tij të vetëm lindur në këtë tokë. E lejoi që të bëhej si ne dhe të shkonte në kryq për të paguar mëkatin ton, të cilin ne kurrë nuk do të mund ta paguonim, në mënyrë që ne të mund të qëndrojmë përpara Atit. Nëse nuk i keni besuar Krishtit, pyeteni veten sot, pse jo? Mbase është koha që ta merrni këtë vendim, të vendosni të bëheni të krishterë. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Më lejoni ta them sërish. Perëndia ka për qëllim që jeta juaj e krishterë të jetë fantastike. Perëndia do që ju të kapërceni pengesat në jetën tuaj, të zbuloni rrugën dhe të vilni rezultatet e jetës që Krishti vdiq për t'ju siguruar. Një jetë e tillë fillon me besimin në Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar dhe vazhdon duke e njohur dhe i besuar fjalës së Tij. Prandaj nëse nuk e keni vendosur besimin në Krishtin dhe nuk keni rilindur përmes Tij, sot është dita kur ju mund ta bëni këtë. Hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju lutem ndajeni vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo kish lokale që të mund të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Zoti ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin dhe me zipres që takohemi sërish herën tjetër, këtu në moment vendimtar.